kishe dashur ta vizitoj këtë ditë dhe nuk arrite ta vizitoje? Liderët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që janë në Hagë. Është dëshira ime bashkë këtë ditë të vizitoja. Në këtë ditë të Bajramit do të kishe dashur të vizitoje zotin Thaçi, Veseli, Krasniqin, Selimi në Hagë. Absolutisht po. Do ishte kënaqësia më e madhe. Vazhdimisht Figurat qendrore dhe kryesorë të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës e të popullit tonë për liri. Sa i jep një hapësirë në ligjërimet tuaja para besimtarëve, meqense përmendet zotin Thaçi dhe tjerët, sa i jep një hapësirë rëndësisë që ka pas kryengritja jonë për liri, dëshmorëve të kombit, siç e mban emrin edhe xhamia në Podujevë. Si dhe disa xhami tjera. Xhami të tjera natyrisht, po. Normalisht në mësimet islame, në mësimet e Kuranit, në traditën dhe praktikën profetike, po edhe thënieve të sakta, çështja e figurave, e njerëzve me vlerë, çmohet jashtëzakonisht lart. Kuptohet ne shqiptarët, po kthehemi në rastin tonë në pyetjen që ju e parashtruat Ridvan, shqiptarët kanë ndërtuar një projekt madhështor, projekti më sublim, projekti më i madh i shkronjave të arta të ushtrisë shqiptare të Kosovës, pra pas një rrugtimi në robëri e në pushtim nga pushtues të ndryshëm, sidomos shekullin 20, që ishte një shekull shumë fatal për ne, për arsye se kaluam një robëri dhe një sulm që rrall një historia që një pushtues të ketë bërë ndaj një populli, siç është rasti i sulmeve dhe pushtimit serb që është bërë mbi ne. Ne nëpër xhamit tona është më së vërtet në xhamit e Kosovës, në theks të veçantë të Podujevës, imamët tonë dhe ne bashkërisht koordinojmë çështje të ndryshme, flasim edhe për figurat tona kombëtare, i mësojmë njerëzit tonë, po njëjtën kohë edhe nëpër xhamit tona, nëpër ligjëratat së premtes ose ditëve kombëtare që kemi, siç është festa 29 nëntorit, pastaj epopeja e UÇK-s, pastaj është epopeja e Dukaxhinit, pastaj është rënja heroike e heroit Zahir dhe shokëve dëshmor. Respekt. Po. Lavdi për gjithë të rënët, po. Gjithsesi. Dhe këto janë data që ne i ruajmë. I mbani në fokus. Absolutisht. Po, sidomos në ditë Bajramit. Keni tekst të veçantë ligjërimin për dëshmorët, rëndësinë që ka sot liria. Absolutisht po, sepse kjo liri që ne e gëzojmë sot nuk ka rastësisht.